Grushte e shqelma midis stacionit të autobusëve në Prishtinë. Një sherr i fortë ka ndodhur dje te stacioni i autobusëve në Prishtinë, ku një person është rrahur nga një tjetër. Gjatë kohës sa B.N po qëndronte në veturën e tij, Fahri Abazi, i njohur për të, është afruar, ka hapur derën e automjetit dhe ka filluar ta sulmojë me grushte dhe shqelma. Pas sulmit, i dyshuari është larguar në drejtim të lagjës e Msher, e që më pas është paraqitur në stacionin policor Jugu, e që në prani të avokatit është intervistuar, ndërsa B.N ka pësuar lëndime trupore dhe ka marrë trajtim mjekësor, e që përveç lëndimeve, ai ka vërejtur se gjatë incidentit i është dëmtuar edhe vetura. Rasti është iniciuar si lëndim i lejtë trupor dhe dëmtim apo asgjësim i pasurisë së huaj, ndërsa i dyshuari është ndaluar për 48 orë, derisa hetimet po vazhdojnë.